Bile kom pas aq miqësi me ta, sa gjdo heng në familjen tonë ka qenë bollvenit. Nuk keme mujt me qel derën me hin lokal. Qaj ka kriju në opinion një bindje që është tërzu palat 20 kaç. Nisën bagerat ko me bo rafsh me tokë. O njerës, rafsh me tokë kom i hek që të pisha që sigurisht kanë mu po. E posedon këtë pronë ilegalisht të uzurpuar nga prej vitesh. Tashmë po e dini që situatën që ka ndodhur me kryetarin aktual të Drenasit, Ramiz Ladrovcin, inqizimet, audio-inqizimet që janë publiku, debati publik që është bo rreth një prone. Po bëhet fjalë për këtë pronën këtu mbrapa me restorant Peshkopia, por edhe këtu lokale që po ishin këtu në pamje. Familja Sinani sot na ka ftu, domethënë për me bo një deklarim publik rreth asaj që Ramiz Ladrovci ka deklaruar nëpër media. Këta po thojnë, domethënë po pretendojnë që nuk bëhet fjalë për 10 ari, pasi që objektet sipas tyre janë private, janë të bleme, ekzistojnë kontrata të cilat dëshmojnë se i kanë ble prej ndërmarrjes Ramiz Sadiku. Hajde vazhdojna me mu bashk për m'ju tregu se cilën pjesë po mendohet me urrënu. Qëtë pjesën që të albjerë nëse mund është me fokusu në kamerë, do të është vendos që ky muri cili ka pas për qëllim me vazhdu komplet nga lokali edhe me prish një pjesë të restorantit. Pra restorantit që është në pronësi të familjes Sinani. Hajde tash me mu edhe me pa se cila pjesë tjetër do më thonë prishet. Që kjo pjesë ka qenë është ende pronë komunale, edhe si terase jashtme, por edhe brendshme, do më thonë ju ka leju në shfrytëzim familje Sinani, që e kam pronësi këtë restorant. Dalim qëtu ma largë edhe shohim se për cilën pjesë realisht po bëhet fjalë. Qëtu jeni duke e pa, është teras e jashtme, nëse mund është mos me i fokusu klientat që janë ullë, edhe veturat këtu afër, po bëhet fjalë për terasën e jashtme, një pjesë të terasës së brendshme që shfrytëzohet për restorantit, e cilët familja Sinani na ka fol Miza e Arigon Sinani, që është asamblist prej PDK-s në këto zgjedhje, ka qenë më herët në Nisma, pastaj ju ka bashkangjit PDK-s me Ramiz Ladrovcin dhe tash është nda prej Ramiz Ladrovcit edhe ka shku me Petret Hajdarin, do thot me Partinë Demokratike të Kosovës. Po bëhet fjalë domethënë për çit pjesë komplet gjelbrimin, cilët familja Sinani thot që kanë pagu deri në pandemi kur janë liru prej pagesave prej komunës, ashtu që ka thonë edhe zoti Ladrovci publikisht. Ndërsa në anën tjetër, pas pandemisë, familja Sinani ka thonë që nuk kanë bo pagesë, nuk ju ka leju me vazhdu kontratën e shfrytëzimit terasave, ndërsa kanë thonë se dojnë me përgënjeshtru publikisht Ramiz Ladrovcin derisa ai thotë që ka me hi bagerë. Bëhet fjalë edhe për mesazhet që tashmë veç i keni pa nëpër media, po kena me pa edhe deklaratën e zotërit Sinan Sinani, i cili ka folur në emër të familjes për këto mesazhe, për çka bëhet fjalë edhe çysh ka ardhur deri tek prishja e raporteve me Ramiz Ladrovcin. Hajdeni me mu kësaj pjesa ku e pat atje, do të thotë është hyrja e parë e lokalit. Sipas familjes Sinani, kjo hyrje ekziston këtu prej momentit kur e kanë ble lokalin, e dëshmojnë edhe fotografit, kena me shfaq këtu që me e pa edhe qytetarët. Komplet këtu pisha gjelbrimi, do më thonë është mirëmbajt prej familjes Sinani që janë pronar të restorantit, edhe kanë pagu qira sipas tyre deri në pandemi për shfrytëzimin e terasës të brendshme dhe të jashtme. Bëhet fjalë pastaj kur thot Ramiz Ladrovci kanë me u bloku 2 hymjet, do thotë që ka me hi bager, bëhet fjalë edhe për çit hymjen këtu, ku janë shkallët, siç po i shihni, që e mundsojnë hyrjen tek lokali. Nëse bllokohen këto 2 hymje, edhe ajo atje që e pat, edhe kjo këtu, atëherë këtij restoranti i mbetet vetëm një hymje e vetme, e cila është prej stacionit të autobusave. Hajde me mua Albion, që me pas sa më mirë, do thotë qytetarët, klientat duhet me ardhur prej asaj pjese e me hi pastaj tek laura aty për te stacioni autobusave e pastaj me u kys në restorantin Peshkopia. Do thotë, nëse vjen bageri i komunës me bu ato çka po pretendon zoti Ladrovci, edhe pse aktualisht domethënë gjykata i ka vendosur një masë të përkohshme, bëhet fjalë me urrënu komplet kjo pjesë edhe një pjesë e brendshme e lokalit. Hajde flasim edhe shohim bashkë se çka ka deklaruar zoti Sinan Sinani, përfaqësues i familjes Sinani këtu në Drenat. Jam Sinan Sinani, krye familjar. Ky është biznes familjar, flas në emër të familjes. Ky objekt, ky biznes ushtrohet prej vitit 2005. Në vitin 2005, këto objekte, jo vetëm ky, por gjitha objektet, janë
prona private përveç një zyres që e ka Kosovë tronë se është pronë e komunës. Kur po thoni private, po mendoni e kujt ka qenë prona? Objektet kanë qenë Ramiz Sadikut. Çdo lokal këtu, që 60% ty në lokaleve janë tonat. Ju i keni ble prej Ramiz Sadikut? Janë pagu, janë përkthy, janë emrin tonë prej Ramiz Sadikut. Do të thotë ka kontrata për Ka kontrata, ka vendime, ka të gjitha, ka tapi. Nuk ka të baj komuna, se është kriju një opinion që donë me e liru hapsiren, po hapsira, cilën a i kërkon me liru, janë këto pisha, ky gjelbrim, që vetë komuna na ka obligu me mirëmbajt këtë pjesë. Janë bjellë, janë mirëmbajt, nuk ka shfrytzu kjo pjesë, është gjelbrim, po zita këtu tregon që nuk ka mundësi mu shtru në tavolinë për me pas klient, da? Po. Mirë, po këtë donë me rënu këtë pjesë. Ka bo buj, në opinion, si kur donë me rëzu një objekt 10 kachë. I ka që të gjelbrim, i ka që të opisha dhe ka që të dhej me hjek. Ky është. Këtu nuk ka të baj kur gjë tjetër. Këtu prona që a i prezenton me një thu për aty që dele i spjegon, absolut nuk ka lidhje komuna me to, se nuk janë prona komunale. A po të fjallë për 10 ari, si që po thëtaj? Jo, në asë një mënyrë, janë dikun mbi 5 ari. Po? Mbi 5 ari janë gjelbrim. Janë dikun 120-30 metra teras e mrenshme. Verës është e hapur, tash është që kjo me gjama. Lokalet tona që na këtu i kemi, ka kërku në bised, a ka mundësi me marrëveshje, me i dhonë për një ndërtim të lartë të dikujt. Nuk kemi pranu. Ka kërku prej juve, ose tek nipi juve? Po. Ka kërku, na kemi bisedu me kryetarin. Dhe gjo, një gjo du më të thonë, unë kam qenë shumë mik me Ramizin. Lokali i preferum i ti ka qenë kë. Këtu u shqy, këtu ka pru musafir. Bile kom pas aqmisi me ta, sa gjdo a hengë në familjen tonë ka qenë Boldvenit. Deke drek. Ramiz Ladrovci. Ramiz Ladrovci. Kur ndodhe që ke prishë e raportet? Prishë e raportit ndodhe para 4 vjetësh ku ka kërku mja votu një kryesus asambles. Ka me ndu që na nuk e votojmë. Edhe ka fillu kërsnimet me një mesazh, që e lëshon atë mesazh, thotë, shkaku i këti mesazhi ku më hub 2 fshatra. Nese nuk vepron këshillën time, ose thjesht me thonë mesazhin atë zhargonin në original, se aje ka dërgu shkruhet kështu. Thotë, nese nuk lejoj me lujt kërkush. Thotë, po ta japi besën e Zotit, që kam ja u pru punën, nuk keni me mujt me hynë lokal. Ju thotë Ramiz Ladrovci? Ramizin a thotë, ne është mesazhi me datë, me orë, me numër telefoni që e kalshuaj. Ja kalshu këtë mesazh, dajës tonë, se na bashkë kemi qenë me dajen. Daja ka komuniku me ta. Po, edhe e kishtë dhe fjallin me mbështet Arigon si nanë, nipi juj. Veç mbështetjen Arigoni me ja bo me gjdo kusht. Në asamble. Kura i te kërkon me ka dora e ngritun për ta. Kjo ka qenë. Aty kanë fillu, armisit. Aty ka fillu gjdo gjo kundër familjes tonë, kundër biznisit tonë. A ka votu pro Arigoni për kryesusin? Po e ka votu kryesusin. Po, e pas taj kur erdhe kjo prishë e raportet tjetër? Kjo prishë e raportit tjetër është që kjo kur nuk ja ka votu pronan. Dhonjen e 65 hektar pronau nuk e kanë ngri dorën, jo ky, kanë qenë disa, edhe pse i kanë përkat Partisë Demokratike, do të kanë qenë asamblesti, po është diçka shumë interesante. Ky plot gojnë e ka Partia Demokratike. As edhe një drejtor nuk e ka pas në këvend komunal që ka qenë i Partisë Demokratike. Gjatë mandatit fundit? Gjatë mandatit fundit. Po. Krejt drejtor i ka pas ata që i ka shaj, i ka fyj gjatë fushatës. Po. Për më këthy pak të prona, do më thonë, kura i ka kërku me votu dhe për me lëshu për ndërtim të nalt. Po. Këtë pjesë, ju s'keni pranu shkaku i interesit të biznesit, apo shkaku i parimeve që mos me bo për ndërtim të nalt? Shqo, na nuk kemi leju për shkak të parimit, e ceka ma herët. 65 bile, % krejt ty në lokale, këtu janë prona tonat. Nuk janë prona komunale që kemi morna me qera prej komune.
Këto janë pronat bleme. Ju me qira e keni do më thonë veç që të pjesën që e keni Absolut, që shfrytzu, është paguar rreth 12.000 euro në vit. po deri në cëllin vet. Deri në pandemi, mas pandemisë e kemi pagu edhe një ratë, pastaj nuk na kanë mundësu. Kemi bo kërkesën, nuk ju në përgjigj 2 muaj, kemi vazhdu me mirëmbajtjen, heshtje kemi marrë si të pranume. Po, Kjo ka qenë. nëse rastësisht merret do më thonë vendim për demolimin, ose si që thashtë ai me bager për pjesën e cila është e komunës. Po. Deri ku i bie me hy ky bager? Ja po ta spjegoj, nëse mundet me fokusu kamera këtë hymje, Po. kjo hymje, fiksi përgjigjet kërcënimit me mesazh. Nuk keme mujt me qel derën me hin lokal. Fiks pezbaton ato që e ka thonë, cilën, po donë me i prej këto shkollë, që kanë qenë kërë kemi ble lokali, të regojnë edhe fotografit, që e ka prej shiritin edhe kryetari komunës atëherë. Po. Po donë me mbyll të shkollë, me bo muri, ja ko e kam ndërprej, po donë me mbyll edhe hyrjen tjetër. Mundësia me këhi në këtë lokal, është në për stacion të autobusave. Edhe me shku rretit, edhe pse nuk është e dedikume ajo pjesë për këtë lokal. Po. Për këtë lokal janë të shkollë. Ato janë për lokalet anej. E ka prej edhe gjelbrimin të i ka hjek drojt. Ka bodhe një premje në stacion të autobusave. Për mi kriju ati personi që e jap tokën hapsirë më të modhe. Bile, janë edhe lokalet prapa shpinës juj, qëndër trektare. Edhe atje kemi lokale. Para 3 muajsh e ka hjek shtëpin që kanë qenë pajisjet e nxemjes qendrore me kaldaja, me ogjak, me krejt. E ka rënu pa e pyet asë një pronar lokale. Edhe aty në lokale. Do thot lokalet janë pa nxemje. Pa nxemje qendrore. Para 4 muajsh i ka hjek ato. 4-5, mos më lidh për fjale. Problemi është me i detyru njerëz mi mbyll lokalet. Edhe detyrimisht i qojnë durë se s'kan kushte me punu. Po. Kjo është problemi. Qëndrimi juaj nëse këta veç marrin do më thonë vendim. Aktualisht gjykata e ka vendosur mas të përkohshme kësaj prone, apo? Ky ka dalë në debat televizive, ka dhënë edhe datën kur ka me rënu. Ka bazon një datë 21 mujt kalum me sa dion, ajo është publike. Pa vendos verdiktin gjykata. Pa dhënë fjallën gjykata, kjo ka tregu datën kur ka me rënu. Gjykatat në Drenas ka pas presion të mërshëm. Të mërshëm ka pas. Postat kanë pas presion. Pse si gjetëm ja dhonë shkresat. E ka thyrë grune dëshmorit, natën policia. Pse se këni gjetë njerin me ja dhonë shkresat. Natën grune dëshmorit. Ishtë qmenda, ajo djallin jashtë. Ka mendu në aksident. Ka thonë, a ka mundësi Që me pranu shkresën për rënim? Po, me njerë me ja u dërgu shkresën. Po, a keni pas ndaj kontakt gjatë viteve të fundit? Me kanë me Ramizin. Po, a ka pas ndaj tendencë për me u pajtu për këtë pjesë? Na ka që njerëz. Po, na ka që njerëz, s'po du me dhonë emna, nuk jo njerëz do si do, nuk kemi pranu në asë një mënyrë. E për mëna Abelardin, thot mu s'ma qoni Abelardin kur të nisi bagerin. Po qaj Abelardin eve na ka hjek për partisë nisme se na ka qutë Ramizi. Sepse para prakisht keni qenë tek nisma. Djali ka qenë maj votumin nismë, ka dalë edhe maj votumin për dyke, si asamblesë. E ka qua Abelardin, na ka lut, edhe për hirtë Abelardit kemi ka lut te Partia Demokratike. Këtu ka pas edhe një zhvillim, nëse më kujtohet saktësisht, dhe më thonë në debat që u përmend, kur ka dalë prej nismës tek PDK-ja. Nisma ka akuzu nipin e juj, dhe më thonë Arigonin, e ka akuzu që ka dalë si asamblesë të PDK-s, shkaku i me shfrydzu këtë hapësirë tek lokali. Nisma e ka bon një denoncim publik, ka thonë që këtë djale kanë marrë me shantajës, për ndryshe kishin mja rëzu terasën. Ka dalë kuvendi komunal, gjithësisht Ramizla Drovci, dhe ka thonë, ky e pagun qiron si gjithë tjertë, kaq euro për metër katrore. Nuk është uzurpator, është pagu si regullt, e mi mbon atë pjesë, prandaj është gjithë shka në regull ligjërisht. Tash si pas juve që të akuzat për uzurpim të pronës komunale, dhe thëtë vinë veç pas i janë prish raporte. Akuzat absolut tjetër nuk kanë veç mos ngritja dorës e shitjes 65 hektar të pronave. Kjo është akuza. Kjo është thelbi, kjo është burimi problemeve, kur gjë tjetër nuk ka. Le ta dinë opinioni edhe njëherë.
Kami, shiqaj, ka kriju në opinion një bindje që është të rëzu palat 20 kaqë. Nisën bagerat ko me bo rafsh me tokë. O njerës, rafsh me tokë kam i hek që të pisha që sigurisht kanë mu po. Po, sepse prona objekti do të thotë, ju keni flet posedim. As edhe një objekt prej këtyne që ka i qitken në atë ekranin e vetë me atë thuprën. Nuk guxon me prek se janë prona private, pik. Njësoj është, si kur më rënu shpinë në bërë që tash. Po. është prone ime, hajtërzo ma shpinë. Njësoj janë tu. Njësoj, kjo është ka ju qëtë mjegull popullit. Po ju kuptoj. Nëse veç mbyllën këto dy hymje, cilat ai veç i ka paralel. Mbyllët e lokalin, mos punojmë. S'mun me punu, s'ki kushte, s'ki hyrje. Ky pun ngrit muri anej 3 metra. I kem edhe lokale tjera, i shojmë ma vonë hymjet. Po. I kam mbyll. Jemi detyru, i kemi mbyll ato lokale. Sepse nuk mujnë me funksionu. Po jo të lutem, saj në çdo formë donë më ju përmbajt mesazhit që ka dërgu. Kam ja u pru punën mos me mujt me hin lokal. Kështu është mesazhet, cekte, asaj pi përmbajt kë. Kur gjë tjetër. Po, nëse sot komunave se lejon me vazhdu pagesat, sepse ju keni deklaru, edhe Arigoni ka deklaru publikisht që nuk janë leju me vazhdu, dhe më thonë me i bo flet pagesat për me shfrydzu terasën e brendshme, terasën e jashtme, edhe gjithashtu këtë pjesën gjelbërimit. Nëse sot veç krijohen kushtet për me vazhdu pagesat, a jeni të gatshëm si biznes me vazhdu pagesat me i bo? Si që kemi vazhdu edhe kemi pagu çdo herë. Nuk i ikim asë një regulorës të komunës. Edhe pse, biznesën drenas dorën zemër janë dikun 2-3 komuna në krejt Kosovën që kanë toks biznesi. Ato e ka të komuna drenasit dhe ja 2 komuna tjera. Nëse me ndonë për biznise, ky nuk ju qëtë toks. Ky nuk me ndonë për biznise. Nuk me ndonë. Pjesa dërmuese bizniseve ka nikë në fushë Kosovë. Ky punon vetëm me një person. Ajo është i vushtrisë, ju ja prona aty, bojnë qandra traktore, ju ja pompat benzinit, i vetëmi person që punon me thosht aj. S'po du me adhon emnin. Shiqo, kemi rast shumë interesant. Në qandër të qyteti, është një lokal afarist, që e ka zonë qandrën edhe trotuarin. Kur i ka prish raportet me to, i ka vu pengesat në muri ja ka qitë. Për shumë shpejt u pajtu me to, ja ka leju edhe trotuarisht përveç saj, edhe laurën private ja ka bo me digitran. Kronë shtetit. Po është tash lokali ti i preferum. Jeni du folë për mandatën e ti të fundit gjatë mandatit? Tash për tash. Për momentin që po flasim, mundi me fokusu atë lokal. Ky është veprimi ti, këty është personale, nuk këtë bëj kur gjë ligjërisht. Ato vizatime që po bën filma, ato vizatime s'kan lidhje me lokale private. Sikur me ardhë me vizatu kë shpinë teme me bo me thu për ka me rënu. Ti mund është me njësë formë private me forcën tone. Po ligjërisht nuk i drejtë, se është e jamja, është tapi. Po e kuptoj. Ti ju prezentojmë krejt dokumentat e qiras që o pagu. Nëse ky do në me bo park... Tek pjesa e qiras në falë që po ndërpres. Ky ka deklaru publikisht që dikun është bërë një pages prej 5.000 eurove? Jo, ke pagesa dhe 12.000. Aq sa kanë kërku komuna, aq kemi bo pagesa. Po, do më thonë, qysh do që ka qenë çmimi, ju e keni pagu? Të lutem, kemi pagu dhe 12.000 euro në vetë. Ky kërkon, edhe pse ka hapësirë mjaftueshme, thot, e arsyeton du me e kriju parking, pa pare për qytetarin. Se janë interesat komunës. Jo, interese komunës është me morë 12.000 euro në vetë. Jo mos me morë asë i cent. Çfarë interesi ka komuna mos me morë 12.000 euro në vetë? Kjo është shumë kontrovers. Ndëgjo, thelbi, pse na njek kuptohet. Kjo është pikë. Mos votimi pronau. Kaq. Që kjo është problemi, psaj po na njekni. Kanë ndiku në gjykata, kanë ndiku. Merë me men del në opinion, thët me datën 21, thët ko me shku me rënu, a me 22-3 ka ardhë vendimi për gjykate. Çka thot vendimi i gjykatës? Vendimi i gjykatës, mush rish qyrtu Landa. Ka thirë gjyqtari ekspert, a i ka thirë, jo na. Ka ardhë ekspert, nuk e dim kush janë ata ekspert. A i ka thirë vetë, ja kanë qu mendimin e ty në ekspert, i ka thonë preket lokali edhe rrezikohet këj objekt. Po, sa ishtë vlera Adamit?
Vlera domit është 236.000 euro ekspertet që kanë vlerësu. Nëse prishet që kjo Nëse pjesa... prishet që kjo pjesë. Shiqo, unë e niva një ditë të e thonë edhe një verzion, nejse, ajo është thashe thome, po që kë mendon që këto e merë dikush edhe përfiton ka të mira qyteti. I pam në do mesazhe, do të mira qyteti, që ka fiton në do pazare, dhe ato nuk i dim na. Ky na ka akuzu ne për atë mesazh. Po, për incizimin. Për incizimin. Familja jonë përbohet prej 44 antarëve të familjes. Krye familjari jo mund. Me shkres, Arigoni ju ka drejtu përgjigjem penalisht, moralisht, gjithçka, nuk kam dorë në atë mesazh, në atë incizim. Unë tash në formën kanonore për përgjigjna. I betohem në 24 antarë të familjes, as kemi bo incizim, as kemi dorëzu incizim. Kjo është përgjigja jonë. Bile më pyte se as që isha përgjigjë këtë pytje. S'meriton e mi a bo këto. Haj këtë një kryetar komune që e ban krejt debatin rreth një terasit, krejt fushatën me një teras, a krejt njerës të din që kë nuk ka objekt më rëndë 20 kaqë. Ka me bon rafsh me tokë, po rafsh me tokë është, kjo në tokë është e mjellëne. Hajde i që pishën, i ki edhe të kamiona dhe edhe krye punën tonë. Nëse, normal, nëse gjykata ta jep. Po të thëmë edhe një gjohë, se thot që me gjykata që me gjykata. Po të jep një skjarim shkurt, mu nuk më takon më përzin punë gjykata. Asë jam përzi kur. Qysh nga ka është krejsa neve, është këthy Londa pej Prishtine gjysë në 4, 24. 5 në 4 e ka detyru gjyqtarin me thirë sa oncën tjetër. Edhe thot nuk përzinë në gjykata. Presionin që e kanë pas gjykatat, postat, është i të merë shumë. është i të merë shumë, ato din rastin konkret të thash për një gru dëshmorit, policia i ka shënimet. Nuk e di, kjo është një njeri, unë s'po muj me kuptu. Ish mikun tonë të familjes. Ish mikun tonë të familjes s'po muj me kuptu. Kur ka orë ndasëm djallit vlau që e kem dëshmor, ma ka pru bile një dhurat shumë të modhe dhe shumë pazakon. Për çfarë dhurate? S'pes gjasi ma nej. S'po flas ma nej. E dinaj. Pra dashur qytetar, bëhet fjalë për këtë pronë. Pra kjo është prona për 1 hektar e 32 are, ku uzurpatori i cili ka bo audiencizimin me qëllim shantazhi e posedon këtë pronë ilegalisht të uzurpuar nga prej vitesh. Dhe në momentin kur unë kam vendos që krejt këtë pronë të ndërtoj parking për qytetarët e Drenosit me qëllim të shfrytëzimit pa pagesë. Pronarin fjalë i kum dërgu njoftim se duhet ta liroj pronën dhe me një dëshmi të rreshme sikur e ka pagu qiron e ka qunë gjykat dhe gjykata na ka thonë mos përkohshme prej ma shumë se 1 vit e gjys.